çfarë është vlera dhe obligimi i namazit të xumas? Namazi i xumas është namazi javor, i cili është obligativ dhe arsyet shumë lehtë mund dikush të gjejnë arsye për mos faljen e namazit. Dobitë e faljes së xumas janë shumë të mëdha nga aspekti, sidomos nga aspekti shoqëror. Kjo është një takim i muslimanëve gjatë javës, qajtje e halleve, pyetja e halleve të njëri tjetrit, të mos lejon që muslimanët të largohen prej njëri tjetrit, nëse nuk mundin me u taku 5 herë në ditët, bëre obligative që brenda javës të takohen njëri me tjetrit, të adhurojnë Allahun dhe të pyesin hallet e njëri tjetrit dhe të ligjeron ligjëruesi i lagjes, i fshatit, i qytetit, të trajton çështjet aktuale të cilat i preokupojnë atë mas, dhe kështu që vlera e namazit të xumas dallon nga çdo ibadet tjetër, bashkë sikur namazet tjera. Allahu xhel shanehu thot: O ju që keni besuar, kur të keni besuar, kur të thirrni ditën e xuma për namaz, lëreni shit blerjen dhe vrapani më një herë për të përmendur Allahun, sikur ta dinit, kjo është më e dobishme për ju. Kur të kryhet namazi i xumas, atëherë shpërndahuni nëpër tokë dhe kërkoni mirësinë e Allahut dhe përmendeni Allahun shpesh, ndoshta do të shpëtoni.